Trendi i pronotimeve për këtë sezon turistik në Bregdetin e Shëngjinit është 20% më i lartë se e njëjta periudhë e vitit kaluar, çka dëshmon për një rritje të numrit pushuesve e turistëve të huaj në plazhet e këtij Bregdeti që nga Talja e deri tek Rana e Hedhun. Atëherë krahasuar me vitin e kaluar, jemi me një përqindje më të lartë, rreth 20-25% të pronotimeve për këtë vit. Kemi pronotime që tani edhe për muajin shtator, që është një risi në zhvillimin e turizmit. Siç pohojnë operatorët turistik, pronotimet kanë nisur më shpejt se vitin e kaluar, ku vihet re dhe një zgjerim i hartës gjeografike nga vijnë pushuesit. Gjeografia e pronotimeve është shumë e larmishme, janë kryesisht nga Kosova, janë kosovarë që jetojnë në Zvicër, në Gjermani, por kemi edhe nga shtetet perëndimore. Të njëjtën dukuri rritje në pronotime shprehin dhe recepcionistët e hotelerive dhe resorteve turistike. Pronotimet kanë filluar që në fund të muajit dhjetor dhe në fillim të muajit janar. Janë në rritje me 20%, çka bën të mundur që sezoni veror 2025 do jetë një sezon i mrekullueshëm dhe me një përçmëri mjaft të lartë. Kuzhinat e resorteve me kulinarinë e tyre të pasur vijojnë të qëndrojnë hapur duke u shërbyer cilësisht vizitorëve të këtij Bregdeti. Ndërkohë, nga gjithë operatorët turistik të Bregdetit të Shëngjinit vijojnë përgatitjet në mjediset e tyre të brendshme dhe të jashtme për të krijuar kushte sa më të mira trajtimi për pushuesit e këtij sezoni turistik që po afron.